Nuk parashihet mundësia e organizimit të ndonjë votimi të hershëm. Në ligjin për zgjedhjet të përgjithshme nuk parashihet mundësia e organizimit të ndonjë votimi të hershëm për qytetarët me të drejtë vote, të cilët për shkak të punës së tyre specifike janë të angazhuar në ditën e zgjedhjeve, siç janë mjekët, policët, ushtarët, zjarfikësit, përfaqësuesit e mediave e profesionet të ngjashme. Për dallim nga zgjedhjet për kuvend, ku e gjithë Republika e Kosovës është një zonë vetme zgjedhore, në zgjedhjet lokale çdo komunë përbën një zonë të veçantë të zgjedhore. Në vendvotimet e secilës komunë, KQZ dërgon fletvotime vetëm për atë komunë. Pra, një votues mund të votojë vetëm në komunën ku është i regjistruar dhe jo në ndonjë komunë tjetër. Për këtë arsye, edhe votimi me kusht nuk është i mundur nga një komunë në komunën tjetër. Në zgjedhjet lokale, Kosova mundëson votimin para ditës së zgjedhjeve për shtetasit që jetojnë jashtë vendit, të cilët duhet të regjistrohen paraprakisht për të votuar përmes postës, një proces i cili zgjat disa javë, ndërkaq në zgjedhjet për kuvend, shtetasit jashtë vendit mund të regjistrohen për të votuar edhe në përfaqësi diplomatike një ditë para ditës së zgjedhjeve në Kosovë. Në ditën e zgjedhjeve, KQZ organizon votimin jashtë vendvotimeve të rregullta për votuesit me nevoja dhe rrethana të veçanta, të cilët nuk mund të shkojnë për të votuar në vendvotimin e tyre. Regjistrimi dhe evidentimi i këtyre votuesve mundësohet paraprakisht nga KQZ përmes platformës elektronike, ndërkaq evidentimi i tyre bëhet në bashkëpunim me institucione të ndryshme.